Elvi Jahen, specialistin e shërbimit meteorologjik ushtarak, do ta kem gjithashtu në lidhje. Ndërkohë kemi një ndërhyrje në këto momente, më konfirmon regjia, është Ish Vjera e cila kërkon që të ndërhyj, pra rikthehemi pak tek rasti i nënës me 3 fëmijë, në cilën është bërë një denoncim nga Ish Vjera e saj se ka rritur fëmijët në kushte në fakt jo të këndshme, pra keq trajtim të tërmiturve. Ky ka qenë denoncimi për Ish Nusen 33 vjeçare. Mirë se vjen. Të lutem, si quhesh emrin? Dallëndyshe Velda. Dallëndyshe. Po. Dallëndyshe, të lutem, ndalemi pak, ti ke bërë një denoncim për 3 nipërit e tu. Ku jeton ti, Dallëndyshe? Në Itali. Ti jeton në Itali. Sa vite ke që jeton në Itali? 33 vjet. Të lutem, më thuaj pak kur ke shkuar në shtëpinë e nusës, ose në shtëpinë e fëmijëve. Kur e ke xheruar këtë video? Më falë se marrin telefon. S'ka problem. Kur e ke xheruar këtë video? Vitun e kam xheruar ditën e diel. Ditën e diel. Në ora 1. Ka një dhe më pas ke bërë denoncim në polici? Ke folur ndonjëherë me nënën e fëmijëve? Jo, nuk kam folur se s'kam as numër telefoni dhe nuk ishte as WhatsApp, as s'kam pas numër Shqipërie, më kupton? Se unë nuk e erdha në fëmijët, unë erdha se kisha një fatkeqësi, më diq halla, erdha me 2 vëllezërit, me punatën, edhe as avion s'kishte, e kemi ardhur në tokë. Kemi drejtuar në drejt Beratit, atje bëra edhe të tretat, vizit e mi u kthyen, unë eta në Berat, erdha të shtunën edhe fola dhe me djalin, thash mami nuk ka pas kohë të shkoj të shoh fëmijët, por thash unë me qesh nesër djeli dhe Blerina mund të jetë në shtëpi me fëmijët, se si çdo nëna, të shtunave djalit bëhet dushem, bëhet dhe shtëpia me themel, si çdo grua. Shkoj aty, i them një shoqes aman të lutem, thash më çfarë të ndej ke rrota kuqes. Edhe aty thash, ju ikni, thash unë ikë vetëm. Se s'kisha makinë, nuk e di se kush do merrte. Dhe ti, Dallëndyshe, dhe ti gjete shtëpi në këtë gjendje. Pra ti nuk e ndërhyr në këtë shtëpi që ke xheruar. Ja, i ra i derës ti vlla, edhe më doli çuni dytë. Kur hap derën, gjej një 4-5 bidona aty nga ato 10 kilç. Edhe kur i hedh syt asajt dhe sa futem hapin e parë, më mbyti era. Në atë kohë kur më mbyti era keqe, mora shallin dhe u bllokova në fytyrë. Edhe hyj aty kërkoja fëmijët e tjerë, ku shikoj çunin e madh dhe gocën ishin fut në krevat dopjo. Kur kam pa shpina gjendje, leça ajo ti di turp mirë se unë nuk mund të ngrihem edhe të shpik një gjë që nuk është. Nuk të kush është ajo nën dhe ajo. Të lutem, Dallëndyshe, sepse nuk të shoh dot në kamerë. Të lutem hape pa kamerën sepse nuk të shoh. E ke bllokuar. Okej. Nuk se më marrin telefon, janë këto radio televizorit, ja prapë më marrin. Okej. Ma jepni regjia ndërkohë paralelisht dhe tani Dallëndyshe, se këtu dua të ndalem. Hera e para fundit që ti ke shkuar në shtëpinë e nipërve, e përpara se të bësh këtë video, kur ka qenë? Po vlla, ditën e shtunë, ditën e diel pra në drejt. Jo, përpara së dielës, kur është hera e para fundit që ke shkuar në shtëpi? Jo, kam një vit, kam shku me djalin, nuk kam përpara një viti. Kështu ka qenë dhe përpara një viti shtëpia? Po, edhe bilese njoftova të jamën, i thash dëgjoj tash më vjen shumë keq. Por ajo, pakun fëmijë tash nuk i man, nuk man dhe shpinë. Pas mos një tash do t'i bëjnë ai video tash edhe asaj do t'i hapi punë. Ja kam thënë unë, nënës vetë, kur pati datëlindjen, edhe kam dhe video me ato, se kemi bërë datëlindje dhe për t'i bëjë në një pita aty të dytë. E kuptoj. Djali... Ja, atë datëlindje. Po, ndërkohë Dallëndyshe, djali ka një kuotë për të paguar prej 180.000 lekësh të vjetra. Ka qenë ai, e ka paguar gjithmonë? Ka paguar gjithmonë edhe një kohë kur çunim filloi të paguante, edhe nuk i vuri shumë rëndësire këtyre faturave. Të mami, to fatura thash, se çunim faktikisht ka bërë 10 muaj burg, se kur ka qenë në moshë të vogël, e kanë kapë një makinë të vjetër, ju ka qenë me patent italian, thash shoqë se unë s'kam patent me reti. E gjetën duke flet gjuk. Mas 20 vjetë e fut në Itali, se unë në shtetë dhe mora djalin e... Vetëm fokusohu këtu se nuk kam do të mundësi që të ndalem shumë gjatë. Pra... Më bëjë telefoni orë minut, nuk... Qa dhe ja prapë, nuk njëriu për edukat,
mirë një herë, 2 herë, 3 herë, jo 30 herë, se nuk ka ja prap, nuk e kuptoj, më ta mbylli sekond më prap. E të kuptoj dashurio, më qëndro aty sepse ndryshe pastaj po u shkëputa me ty nuk lidhem do. Të lutem, dallon dyshe. Ju lutem regjia, mbajni pak me videon paralelisht dhe më mbani dallon dyshe në lidhje, mos ma ndërprisni lidhjen. Tani, dallon dyshe, ti ke parë këtë video dhe më pas e ke denoncuar në polici. Nuk e pyete një herë këtë nën, duke qenë se ti je nën vet. Nuk e pyete një herë pse shtëpia është në këtë gjendje. Dëgjoj, thot nuk del koha se punoj edhe në një anë, unë nuk i bëj të faja. Djali yt ka tentuar ndonjëherë ta ndihmoj me ndonjë djali yt. Po, dallon dyshe, ti vetë sa e ke pensionin e dashur? Unë 110.000 lekë e kam. 110.000 lekë. Jeton ti dot me 110.000 lekë si pensionista? Jo, unë punoj në Itali dhe plus që më ashu shtetit unë dale punoj, se edhe atë nuse e ka marrë në punë, kam dishmitar gjithë breshjen, e kam fut në punë edhe ka marrë dhe lekët edhe ka për 5 muaj, ka punu atje ka ardhë këtu, ka i kartë. E kuptoj. Jo, dallon dyshe, e kuptoj e dashur, po të pyes. Më të marrë jo, më falë, më morin pyetje. Mas 5 mujve, mujnë e 5, zonja ka ndetë në Shqipëri 5 muj pa ardhur fare. Ky është një pretendim, e kuptoj. Ky është pretendimi juaj. Sa kohë ka djali që është ndarë nga Ishnusja? Ka 5 vjetë. 5 vite. Pra, jemi korrekt dhe ne me kohën. Ti mendon që është mjaftueshëm 180.000 lekë vjetra për të mbajtur 3 fëmijë? Gjukata që ja ka caktuar e ka dhënë, unë nga ana gjukatës kam detyrimin të jap asaj? Mirë, pra, dakord, unë thjesht po të pyes ty, ti vetë si mendon? Gjukata ja ka detyruar 180.000 lekë dhe ka pas rasti ka dhënë më tepër. Por unë si gjyshe nga gjukata kam detyrime me 180.000 lekë të jap Ishnusës djalit? Ndërkohë, tani ky është vendimi i gjykatës, do merre me nesër dallon dyshe nesër. Unë po të bëjmë pyetje, unë kam detyrime të jap fëmijëve lekë. Jo, ti nuk ke asnjë detyrim, ti ke vetëm për të respektuar vendimin e gjykatës. Vendimi i gjykatës ti thua që është respektuar. Unë kam dishmitar, do Italina, do Shqipërinë, do Gjermanina, do Zvicrën, kam marrë lekë nga gjithë krahat. Nga mbesat, nga motra, nga... Ti vetë, dallon dyshe, ti vetë, ke pretendim nëse, unë kam një pyetje tjetër, nëse gjykata merr një vendim dhe nëna nuk është në gjendje për të mbajtur fëmijët, këta fëmijë do shkojnë... Dallon dyshe, nëse gjykata merr një vendim dhe thotë që nëna nuk është në gjendje për të mbajtur këta fëmijë, dhe këta fëmijë shkojnë në jetimore, apo në një kujdes social, ti bie dakord me këtë? Më falë, unë po t'ishe ky vllaf që thu ti, unë e kisha bërë më përpara, edhe kisha shumë prova të forta, edhe kur arrita dhe bëra me shumë njerëz që bëra muhabete, më thanë dallon dyshe, nëse bën denancim, kjo zonjë hyn në burg dhe personi në fjalë përfundon në burg dhe ti fëmit nuk i shoh. Edhe i thash s'ka gale, e njoftova ato, i thash dëgjoj. Bë ç'a bën gjithë për jashta në shtëpinë time, jo ime, shtëpia saj, të vinë të rrifen një prit e mi, thash, këtë nuk ta lejoj. Inderuar përshëndetje, më dëgjon? Kur ka marrë këtë radhë, thasë më pushoj zemra. E kuptoj, je shumë e shqetësuar. Je shumë e shqetësuar. Ti mendon që e kuptoj, mendon që babai është i aftë për të mbajtur këta 3 fëmijë? Është i aftë, si s'është, unë e kam qenë elektricist, ka 10 muaj aty, ka bë dënimin, e ka pas dënimin para 20 vjetë. Do i ngresh, e kuptoj, do i ngresh këto pretendime që ti ta marrja e kujdestarin? Po. Ose si ta lajnë ta 2 fëmijët më japi mu, ta maj gocën, kur të djoja, kur ti doj qefi të hypi avionit, vitë shofi fëmijët, 2 të ke unë i katar, nga unë s'ka asë një vitë ndima, ka pas ka unë e do ketë ndima. Unë nuk jam nëtë se i kam rritë vetë 2 fëmijët, i kam pas papë, më ka tek dhe mu buri jetime, po nuk kam pas që pikën, asë kam rritë vetët, jam e zonja, kam para, edhe punoj, ditë e natë dhe di shumë i kush jam, po nuk kam bërë as buzët, as tonjit, më falë, punoj dhe unë, në komunë shtetit jem atje, shko pysni. Dilja kam punoj 33 vjetë, s'kam bërë bidon, nuk i një klupet, kurse nusja e me gjithë natën duke kërqenë për diskoteka, e fmit një prit e mitrinë, ja, më ka, e kam dushtë. Dallon dyshe, e kuptoj. Mirë, unë të falenderoj shumë që erdhe sot në lidhje në program, edhe ti tregove anën tënde të historisë.
unë merakun më të madh për thënë vërtetën e kam vetëm për fëmijët, sepse ju të dyja jeni të rritura, kështu që mundet t'i rregulloni marrëdhëniet tuaja, edhe nëse nuk qëndroni dot mikesha bashk, nuk është fundi botës se gjithsecila vazhdon me jetën, po fëmijët është meraku. Faleminderit. Për Zotin të ndihmoj, edhe ajo po të ishte në gjendje Të pres nesër përsëri në lidhje. Faleminderit.